Të aknet, a mendon se shumë nga trajtimet e akneve që ofrojnë tregt janë bërë një farloj biznesi, ma shumë se sa që janë zgjidhje efektive për pacientë. Ka zgjidhje për këto? Ka zgjidhje, sepse ti në qofë se e shef një akne në ftyrën tonë, në lkurën tonë, dhe shef që është diçka ka ketësot, ka shkon ka ketësimi, atëherë ti dush me di që diçka me shëndetin tonë brenda nuk është në rregull. Në këtë rast, për shembull, nëse e ki afër vetullave akne, atëherë duhesh me di që e ke tepruar me pjesën e yndyrave, do të thonë, diçka ki të lashe me pjesën e tretjes. Pavarësisht ku i ke aknet? Po, do të thonë si hart, po. Nëse e ki pjesën e faqeve, duhesh me di që nuk e mramje, nuk e ke pastru që duhet, ose e mban shumë telefonin. Do me thonë, po ofër. Atëherë nuk hidratohet si duhet lkura dhe ki shfaqjen e akneve. Nëse ki pjesën e mjekrës poshtë, zakonisht duhet më konsultu me endokrinolog me pa pjesën hormonale, që shekisët ka ndru diçka statusi hormonale dhe për atë arsye dhe të kanë shfaqë. Do me thonë është si hartë ku të shfaqen aknet. Faleminderit shumë, këshilla shumë të vlefshme. Tani, konsumimi i sheqerit, a është e vërtet që ta shkatron ftyrën? Po, shkatron, do me thonë, pjesën e ftyrës, edhe t'jep edhe thatësin në pjesën e ftyrës, sepse zakonisht po shohem kafet. Unë i shoh edhe të rit ka 2 sheqera, do me thonë, i konsumojnë një macchiato. Pse? Unë e kafën e pi hatri sheqerit. Një sheqer me kafe. Po, ndoshta nuk e konsumon shumë kafën gjatë ditës, ndoshta një. Po që fa njët, kisha thonë s'pi kafe kur. Konsumimi i tepër të sheqerit. Zoja të din. Konsumimi i tepër të sheqerit shkakton shumë të lashe në kur. Faleminderit shumë Dafit. Po reklamohen shumë produkte, gjithandej për ftyrë. Sa do të mju besu? Si sheti? Qëfar këshilla na jep ti që të kemi kujdesne? Nuk do të mju besu as pak. Thjesht konsultohu me një dermatolog, ta shikon e lkurën tonë, a e ki pjesën e yndyrshme apo të thot, edhe me apliku dhe me thonë terapin, apo kremat që i përshkruan dermatologu. Mos ju beso, sepse tash edhe tregu është fillu i zi, dhe me thonë, thjesht, po hynë loj-loj, edhe me estetik ka fillu më marrë tash të loj-loj, më me qojtë edhe frizerkat në këtë rast, sa duhet mjë besu, dhe me thonë. Aja e ka pjesën e flokëve, ti nuk mund është mja besu lkurën, sepse ne kemi dermatologjia specializimin e ka 4 jetë. Me thonë, dermatologjia është një fushë shumë e gjanë, përfshin shumë smundje.